në Vlorë, por fati im nuk ishte i tillë. Unë u rita me nusin e xhaxhait tim, sepse mami im ndroi jetë në E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi në kanalin tonë në Rrëfime Jete, këtë herë për të sjellur pranë jush fjalët e një djali. Javën e ardhshme, ky djalë do të martohet. Historia e djalit është shumë e dhimbshme, është emocionuese, është emotive, por është edhe falenderuese. Do të thënë në këtë histori prekim të gjitha gjërat nga pak. Unë mendoj prekim sfidat që Zoti, krijuesi i universit, i shpirtrave, i botës, na i sjellën në jetën tonë. Dikujt ja sjellën vetëm një gjë, por dikujt i sjellën shumë gjëra dhe për këtë gjë ne jemi falenderues, sepse ne besojmë që sfidat të bën më të fortë. Ky djalë dëshiron të ndanë një rrëfim të jetës së tij, dëshiron të ndanë një emocion të jetës së tij, adresuar një njeriu i cili për këtë djalë është shumë i veçantë në jetën e tij. Këto fjalë ky djalë dëshiron që t'ia thotë nënës e cila e rriti. Pas vdekjes së nënës biologjike, për djalin në fjalë u kujdes nusja e xhaxhait. Dhe javës tjetër martohet. Dhe ai dëshiron që nëpërmjet këtij kanali në mënyrë anonime t'i thot disa fjalë, ndoshta ndonjëherë në jetë këtë video kjo nënë e nderuar ta dëgjon, sepse e ka turp që t'ia thot fjalët në fytyrë. Unë gjithsesi do ta respektoj dhe dua që këtë rrëfim ta ndaj me ju. Besoj që linjën e kemi në rregull, më ka dëgjuar gjë gjithkohës, okay. Do të thënë është në linjë, përshëndetje, uroj që të jesh mirë. Përshëndetje, faleminderit shumë prej teje. Unë në këtë rast përshëndes të gjithë vlonjatët të cilët i kam këtu në adresën time dhe shpresoj që të motivohen nga rrëfimi jot. Mua më vjen shumë keq që ti e ke turp që të dalësh me fytyrë dhe me zë, po gjithsesi unë do të respektoj. Mjafton të themi fjalët kështu, dua kështu. Me shumë krenari dua ta dëgjoj rrëfimin tënd sepse është një rrëfim shumë i ndjerë. E vërtet, rrëfimi im lidhet ngushtë me jetën time. Unë kam lindur një familje të nderuar në Vlorë, por fati im nuk ishte i tillë. Unë u rita me nusin e xhaxhait tim, sepse mami im ndroi jetë në moshën kur unë isha 5 vjeç. Që në kohën me mua, mami ka luftuar me kancerin, në atë kohë mjekët i kanë thënë që mua të më heqën, por ajo ka qenë kokfort. Ka thënë unë këtë lindje do ta bëj me se s'bën. Dhe më lindi mua. Mjekët i thonin që ti po që se do e lindësh të djalë, ky do të ndron jetë, por unë, shqyr Zotit, jam mirë edhe u rita. Por në moshën kur unë mbeta 5 vjeç pa nënën time, babai në atë kohë, pasi që ishte edhe shumë i ri. Më fal që të pyes, e mban mend nënën tënde jo fotografin, po në atë kohë? Si nuk e mbaj mend, është fotografia po figura më e bukur për mua. E mban mend domethënë nënën tënde, e mban më figurën e saj. Komplet fytyrën e saj, komplet. Ka qenë bjonde, e bukur, tërheqëse. Unë i ngjasoj shumë. Kështu më thonë edhe të tjerët, por i ngjasoj. Babai në atë kohë si çtonja dëshironte të më lërë në jetimore, sepse ai pas një viti që mami ka ndruar jetë, ka dashur që të martohet, por nusja e xhaxhit që unë e kam mami sot, ajo ka qenë këmbëngulse që mos më lejnë në jetimore mua, por të kujdeset për mua. Edhe më ka marrur, më ka rritur bashk me djalin e saj. Unë e kam çunin e xhaxhait, por e kam si vlla tash, më jemi rritur bashk. Është kujdesur për mua, është kujdesur për në shkollë, me sakrifica në atë kohë. Ndërsa babai është martuar, ka marrë një grua tjetër dhe njerë ka 3 fëmijë, por ato nuk më kanë dashur mua fare, as nuk kemi shkuar, as nuk kanë ardhur. Kur unë vajta në moshën e madhe, 18-19 vjeç, unë ika për në Itali dhe nëna ime vinte herë në Itali e herë në Vlorë. Do me thënë, jetonim herë andej e herë tej. Dhe ajo në asë do me thënë, ke një lidhje të veçantë me nënën tënde tashmë. Unë nuk e konsideroj si nusë e xhaxhai, ne që unë e di të vërtetën, mua ma kanë thënë që në fillim. Unë e konsideroj si nën, e dua si nën, është njeriu që më ka rrit. Edhe ajo
ka lënë gjithçka për mua. Shkollën më të lartë e kam unë, se sa djali i tyre që e kanë djalë biologjik, sepse ajo thonte unë e kam për detyrë ta shkolloj djalin tim të madh, këtë që e rita, ndërsa ky të punon e ta shkollon vllaun e vet. Por unë gjeta një punë goxha të mirë në Itali, punoj në një institucion, nuk dua të dal në detaje, dhe u ika nga Shqipëria. Por u dashurova si çdo i ri dhe tani do të kemi dasmën këtë muaj. Dhe dëshiroja t'i them mamit disa fjalë. Ajo ka bërë çdo gjë për mua. Do me thënë ti dëshiron që edhe nëna të vinë në Itali të jeton me ty, pa marrë parasysh që ka fëmijët e saj. Me patjetër që po, kjo gjë nuk diskutohet. Unë do ta marr mamin në Itali. Unë i kam të gjitha kushtet këtu. Gruan e kam shumë të mirë, e kam italiane, por ajo e do jashtëzakonisht shumë mamin, edhe më thot gjithmonë nuk ka bukuri shtëpia nëse mami nga Vlora nuk vjen të jeton me ne. Edhe pse në Vlorë ka të gjitha kushtet, por dua ta bëj si punë shpërblimi për gjitha të vështirësi që ajo ka pas, për gjitha të lodhje që ka kaluar dhe një lloj falënderimi që mua nuk më la të vetëm, por u kujdes më shumë se sa fëmijët e saj, edhe më nxori në dritë. Unë kam thënë gjithmonë, me patjetër fal Zotit, por fal edhe nënës time jetoj, se po të mos ishte nëna ime, unë nuk do t'isha këtu. Unë të uroj me zemër që ti të bësh dasmën më të bukur në botë dhe uroj me shpirt që edhe nusja juaj të doj dhe të respektoj, jo të doj, po të respektoj të paktën nënën tënde ashtu si që ti e respekton, sepse mendoj që e meriton kjo grua që pas ka sakrifikuar kaq shumë për ty. As nuk diskutohet, e duam shumë dhe është e mirë se ardhur dhe mikpritur në shtëpinë tonë. Ajo është një ëngjëll për ne. Unë dasmën do ta bëj gjysmë traditë vlore, gjysmë traditë italiane, por mamin e kam pikë të dobët në zemër dhe mendoj që në dasëm t'i bëj dhe një surprizë. Unë nuk kam blerë një banesë në Vlorë dhe duan ta kenë dhuratë prej meje mami dhe babi, që më ritën dhe u kujdesën për mua, nga që i kam pikë të dobët. Dhe dua ta tregoj rrëfimin tim për t'i motivuar të gjithë njerëzit e tjerë se nuk ka gjë më të bukur se sa të Unë të falenderoj shumë për emocionet që më dhem, të trashëgohesh, të uroj me zemër dhe Zoti të dhënë të gjitha të mirat në jetën tënde, tashmë të re që po nis. Faleminderit shumë. Faleminderit Zoti shumë. bekof njerëzit. E pra të dashur miq, ishte kjo historia e këtij djalit mrekullueshëm nga Vlora, i cili i emocionuar rrëfeu që në jetë jo vetëm nëna që të lind apo nëna biologjike mund të jetë nëna jote, nën mund të jetë ajo nënë e cila kujdeset të nxjerrë ti në dritë dhe ti e sot ai djali i cili me ndihmën e asaj nëne ke arritur që të marrësh këtë trofe të bukur nga jeta. Mendoj që ishte një mesazh shumë i bukur kundërdrejt asaj nëne që e ka arritur.